prej përvojës që e kemi, prej rasteve të cilat ne i trajtojmë këtu dhe ju ofrojmë këshillim ligjor, mujna me thonë që gratë dhe vajzat janë të përjetu format të ndryshme të dhunës. Të gjitha format të dhunës gratë dhe vajzat në Kosovë i përjetojnë. Fatkeqësia është që jo të gjitha e kanë guximin të raportojnë dhe të kërkojnë mbështetje. Pse, ndoshta ka arsye ndryshme, tu fillu prej mungesës së njohurive për të drejtat e tyre, tu fillu prej po ashtu presioni social që e kanë, stigmën, në qoftë se një grua raporton bashkëshortin apo familjarin për përjetimin e dhunës, kërcënimet e ndryshme të cilat ja u bojnë ushtrues të dhunës grave, tu i kërcënu se kanë mju marrë fëmijët, kanë mju lëndu ndonjë antar të familjes, ka arsye ndryshme të cilat i bojnë gratë që ato mos me e raportu dhunën dhe me vazhdu me jetu në një jetë ku ndaj tyre ushtrohet dhunë. Sa i përket trajtimit nga institucionet, mund të themi që të gjitha institucionet kanë hapësirë për përmirësim. Ajo që kemi pa është se në stacione policore mungon qasja me viktimën në qendër, për shembull, ka raste kur nuk ruhet deri në një mas konfidencialiteti, që mundet me ndiku që një gru mos me vazhdu me procedu me raportim të dhunës. Kemi raste ku mbrojtësit e viktimave nuk e parashikojnë mirë rrezikun dhe nuk i njoftojnë gratë për drejtën e tyre për kërkim të urdhrit mbrojtës, apo edhe të drejtave tjera të cilat ju takojnë. Dhe po ashtu kemi vrejt qendrat për punë sociale, sidomos tek rastet kur për viktima janë të mitura, kanë dështu me i mbrojt ato. Kemi edhe rastet të cilat kanë marrë edhe vëmendje mediatike, të cilat për vite me radhë vazhdojnë të jenë viktima të formave të ndryshme të dhunës, pikërisht për shkak se shteti ka dështu ta bëjë një plan më konkret për mbrojtjen e tyre. Në këtë aspekt mund të themi që në qoftë se i shohim pastaj dënimet e ushtruesve të dhunës, edhe ato janë kryesisht mjaft të ulta, në 80-90% të rasteve kemi dënime me kusht apo dënime alternative, dhe kjo na bën me kuptu që me këto masa ne jemi tu e mirëmbajt dhunën, nuk jemi tu e luftu, prandaj edhe çdo ditë po shokohemi me raste të reja të dhunimeve, të cilat fatkeqësisht më së shumti po i afektojnë të miturat. Normal që edhe gratë e madhore janë viktima, mirë po gjithmonë më të ndjeshme janë rastet ku për viktima janë të miturat. Gjithsesi që dënimet e ulta ndikojnë që gratë mos me i besu sistemit drejtësisë, sepse gjithmonë është kjo frika që dhunuesi pas një dënimi të ulët ka me dalë dhe ka me u bë. Edhe është fakt që gjithmonë kur nuk e kanë marrë një dënim konform veprës penale, ata janë fuqizuar edhe më shumë edhe vepra e tyre ka shkutu rëndu. Po kjo është ndërlidhur edhe me këtë shtyllën tjetër të rehabilitimit dhe të reintegrimit të viktimave, cila është një shtyllë e cila pothuajse mungon tërësisht në sistemin ton, sepse po të ishte kjo mirë e organizuar, edhe viktimat do të kishin një mbrojtje më të madhe pa marrë parasysh se çka ndodh me ushtruesin e dhunës. Me këtë po nënkupton që mi u kriju mundësi banimi viktimave, në qoftë se ato kanë mungesë të një prone, secila komunë është e obliguar të mbrojtë qytetarët e vet dhe të ndajë banim social për këto raste, të cilat do të ishin anonime, nuk do ta kuptonin ushtruesi i dhunës, nuk do ta kuptonte se ku ato janë tu jetu dhe ka raste kur edhe i ndrohet komuna viktimës pikërisht për shkak të kësaj praktike, për shkak të kësaj frike, mirë po në praktik kjo po na ndodh rrallë, prandaj edhe kjo ndikon që edhe gratë mos me pa ndonjë zgjidhje afatgjatë për jetën e tyre, prandaj edhe me rezistu me i raportu rastet e dhunës, sepse kur e din që pas raportimit nuk ka një zgjidhje konkrete për to, ato atëherë normal që janë të obliguara në një farë forme ta durojnë dhunën.